Ju përshëndes të gjithëve, unë jam Kostana Morava, kjo është rubrika Herojnë të padukshëm këtu në kanalin Okult. Para se të nisim, dua të falenderoj përzemërsisht sponsorat të cilët bëjnë të mundur këtë hapësirë, kompaninë Lajthiza me të gjitha produktet e saj, vajin Mosai, një vaj premium, vërtet i cilësisë premium, por edhe të gjithë sponsorat e tjerë, të cilët me mbështetjen e tyre bëjnë të mundur që ne të jemi bashkë këtu edhe të flasim. Sot do të flasim për një histori që nuk është vetëm frymëzuese, është një nga ato historitë e cila mund të shkaktojë edhe drithërima për shkak të forcës që gjen njeriu për të ndihmuar tjetrin, për ta përcjell tjetrin deri në fund të jetës. Për mua personalisht kjo mbetet një nga fundi i jetës, një nga etapat më të vështira. Ne të gjithë kemi patur mundësinë të rritemi me gjyshër, të takojmë gjyshërit tan, prindrit tan. Faleminderit Zotit, do të pleqërojnë, shpresojmë dhe do të jenë ata që do duhet i përcjellim deri në fund të jetës. Është një nga temat aq tabu vdekja, saqë ne përpiqemi gjithmonë ta shmangim, sepse shkakton vërtet një dramë, është e dhimbshme patjetër të ndahesh nga njerëzit e tu të dashur. Dhe sidomos kjo pikë e jetës është pika kur njerëzit përballen me smundje, të cilat janë nga më të ndryshmet, jo vetëm fizike, por edhe mendore. Prej vitesh në historinë e njerëzimit ka njerëz të cilët kujdesen për gjyshërit tan apo për prindrit tan kur ata shkojnë në moshë të thyer dhe kanë të pamundur jo vetëm të kujdesen për veten, por përballen me situata aq të vështira shëndetësore, saqë edhe ne fëmijët e tyre ndoshta nuk arrim dot që t'ju qëndrojmë afër dhe na duhet një mjek, na duhet një infermier apo mund na duhet edhe një institucion i kujdesit shëndetësor. Një zonjë Mimoza Kalaja, e cila është me mua sot në studio, e ka bërë të mundur, e ka bërë realitet këtë përpjekje për të ardhur në ndihmë të gjitha atyre familjeve që nuk ja dalin dot, pikërisht për këto rrethana të vështira, që t'ju qëndrojnë pranë çdo moment të afërmve të tyre. Ajo ka ndërtuar një qendër të kujdesit shëndetësor. Në gjuhën e përditshme mund të njihet si azili të moshuarve, por nuk flitet thjesht për një azil. Flitet për një qendër ku shkojnë të moshuar, të cilët, por ndoshta jo vetëm të moshuar, por të gjithë ata që kanë nevojë për kujdes intensiv shëndetësor. Si ja ka dalë Moza, si ja bën të përballoj momente krize, momente ankthi, jo vetëm të pacientëve të saj apo të personave të cilët strahohen në këtë qendër, por mbi të gjitha të familjarëve të tyre. Do të jemi bashkë në këto minuta shumë interesante, kështu që ju ftoj të dëgjoni deri në fund. Mimoza, faleminderit që je me mua. Faleminderit shumë dhe më emocionove shumë me këto që the, sepse vërtet është një profesion shumë delikat, është një profesion që kërkon shumë kujdes, kërkon shumë vëmendje, kërkon shumë durim, kërkon kërkon edhe atë që ti nuk e kupton se çfarë po ndodh. Ti futesh përtej realiteti, ti futesh në një botë shumë të errët për të kuptuar çfarë po ndodh tani me këtë person që po vuan. Sepse thash edhe një herë, neve jemi një qendër që quhet qendra e përkujdesit, por unë do ta quaja me zemër shtëpia e infermierit, ku mund të marrin kujdesin dhe ndihmën e tyre të gjitha ata personat të cilët nuk mundet dot të asistojnë veprimeve të tyre të përditshme, por edhe për probleme të tjera shëndetësore, ku ne kemi një staf të mirë me kujdestare, me infermier, me mjek, me fizioterapist, me psikolog, të cilët ndodhemi gjithmonë atëherë kur ato kanë nevojë. Kjo qendër ndodhet në Tiranë, diku pranë rreth rrotullimit të Saukut. Unë kam kaluar dhe e kam parë sa herë që më ka rënë rruga për të ka i liqen i vogël i bukur aty. Është një vend shumë i këndshëm aty. Interesante është historia sepse ti ke punuar për mbi 40 vite. Po. Si infermiere. Jo më shumë se di, unë mbusha 43 vite punë. Wow. Por në fakt atë diskutoja sot me Marion, që është djali im, që do flasim pak për atë. Po. Unë i thash, dëgjoj Mario, i thash, unë kam 20 vjet që punoj 2 punë. Kam 7 vjet që punoj 3 punë. Kështu që mua më bie, i thash, unë të kem 70 vite punë. Fix. Wow. Po. Si ja ke dalë? Si ja bën. Prandaj thash që më emocionove shumë, sepse kërkon një impenjim shumë të madh, kërkon edhe kohën që do ta lësh të gjithën në dispozicion të këtij profesioni, sa nganjëherë harroj dhe familjen, kërkon një gjak ftohtësi të jashtëzakonshme në situata jo të
jo të këndshme dhe jo të lehta për të përballuar, qoftë nga ne si staf, por edhe nga vetë familjarët të cilët ata kanë pritshmëri tjetër, por fati ka destinuar që të mos kenë gjithmonë sukses problemet shëndetësore që kanë. Pastaj edhe mosha bën të veten që në moshë të thyer do vi një ditë fundi, por që edhe ajo kërkon një fund me dinjitet, një fund ku kujdesi të jepet shumë i përzemër, të jepet shumë i ngrohtë. Mos jetë mekanik, thjesht mekanik, bëj një gjilpër ose jo, nuk bëhet fjalë për gjilpëra shumë se sa thjesht kujdes. Dhe unë e quaj, domethënë, ato kujdesit e komfortit, të reatiz, ku ati t'i jep dhe një qetësi, jo vetëm fizike, por dhe shpirtërore, për të cilën ai duhet ta kalojë me qetësinë më të madhe. Jo më shumë se mbrëm, ne kishim një grua e cila ajo shpesh bën agjitime, por ka një herë është 90 vjeç, por herë bie edhe në një si gjendje gjumi dhe ne gjithmonë trembemi pse nuk po zgjohet. Por kur zgjohet pastaj ka dhe agjitime dhe ajo nuk pranonte të shtrihej në krevat. Dhe kujdestarët e alarmuara më thanë Moza nuk po kërkon të shtrihet dhe po qan shumë dhe po bërtiste shumë. Atëherë i thash Loreni, i thash ajo ka, do me thënë, këto bëjnë dhe halucinacione shumë, për shkak të demencës, për shkak të moshës, për shkak të problemeve dhe i thash, moj goca, i thash, unë mendoni, asaj mund t'i duket sikur po, aty mund ketë një gjarpër, aty mund ketë një mi, aty mund ketë një insekt, aty mund ketë diçka që ajo nuk rindodh dhe vërtet, unë shikoj dhe vrojtoj shumë situata të këtilla në qendër të cilët ato gjithmonë shoqërohen me një frikë të jashtëzakonshëm. Prandaj ti vetëm vëri dorën tek supi, për ta siguruar. Pak që ti je aty, se nuk ke çfarë ti bësh, lër edhe pak të qetësohet, edhe qetësuesi do bëjnë efektin e tyre dhe ajo me njëherë do shtrihet. Dhe e lam në sallën e ndonjës ku hipne përpara se të shtrihen, dhe pastaj ajo u qetësua vërtet e tha dua të shkoj të flej tani dhe u shtri shumë normal. Pra janë ca gjëra, ca truke kaq të thjeshta për tu bërë sa nuk kërkojnë as mend, as fuqi, as medikamente, por thjesht komunikimi jon. Kjo është gjëja që është më e rëndësishme në optikën time, se pastaj jeta është e shpejtë dhe njeriu harrohet, por pikërisht kjo lloj empatie që ti po thuaj, duhet patjetër ta ketë, ta zotroj një personi të kujdesit shëndetësor të çdo lloj moshe, po aq më tepër kur bëhet fjalë për gjyshërit tanë ose për prindrit tanë të moshuar. Moza ti ke punuar siç the mbi 40 vjet në sektorin e në shërbimin e shëndetësisë. Ke punuar në spital, infermiere, ke punuar si në pavione, po ashtu edhe në administrat. Pastaj vendose të shkëputeshe dhe të shkoje të bëje këtë sipërmarrje tënde. Ne në këtë hapësirë flasim kryesisht për sipërmarrjen. Pra të gjithë ata që vinë bisedojnë me mua janë kryesisht njerëz që kanë iniciativa private. Edhe kjo është ajo që unë dua t'i hap derën çdo individi të vi dhe ta tregoj iniciativën e tij. Mirë, po interesante në këtë histori është që shkak është bërë djali jot, një djalë i ri në atë kohë, se tani është më i rritur, kanë kaluar mbi 8 vjet apo jo. 25 vjeç ka qenë. Ka qenë vetëm 25 vjeç. Edhe mbaj mend folëm bashk në telefon, bisedova me Mozën, po flisnim për bisedën që do bënim, çfarë do flasim, si do themi historitë. Edhe më the një shprehje shumë të bukur. Thej, kur të gjithë djemtë e tjerë mendonin të iknin të hapnin shtëpi të ndaluara, djali i mendonte të hapte një shtëpi të moshuar. Komplimenta njerëz. Si e ke rritur këtë djalë? Tani edhe është për tu përgëzuar, por nganjëherë dhe më duket vetja me shumë faj që e kam edukuar kaq shumë, por unë dua të shkoj pak më shpejt, pastaj do të arris patjetër tek Mario. Kur unë mbarova gjimnazin, kam mbaruar me nota shumë të mira dhe nuk më doli shkolla e lartë. Dhe në atë kohë ishim dhe të persekutuar pak. Në atë kohë kishte një regjim tjetër, një sistem tjetër ku asnjëri nuk ishte të drejtë të rinte pa punë. Dhe në qoftë se ti nuk ishe as në punë, as në shkollë, menjëherë ata të merrnin dhe mua më priste ose ferma ose kombinati tekstil. Dhe të them të drejtën me shumë sinqeritet, për t'i shpëtuar kësaj, unë hyra dhe bëra një kurs për infermiere. Por që ma kishte lënë një mat me shumë amanet që vetëm infermiere mos të bëheshe. Sepse ai i vuajti shumë në kohën e fundit edhe ushtrua në spital
dhe pati ca probleme të vockla dhe duke qenë se ai e humbi dhe jetën dhe e humbi jetën si të thuash me vuajtje me dhimbje dhe pa që një infermiere kishte një punë shumë të vështirë, jo të pastër për atë, për mendimin e atij, se nëse nuk ruhesh dhe nuk merr masa, sigurisht që mund të infektohesh, mund të kontaminohesh. Dhe më tha vetëm infermiera mos u bëj. Mirë po, dhe kur unë pastaj u detyrova të shkoja në kurs dhe thash po unë kam dhe amanetin e babit, dhe thash hajt po e shty këto vite derisa të më dali shkolla vitin tjetër. Kur unë fillova të bëj praktikat në spital, më hyri një dëshirë e madhe, sa as vetë nuk e dija dhe kështu unë fillova po u përfshiva kaq shumë në profesionin tim sa dhe sakrifikoja edhe në kohë, edhe në punë, fillova pastaj edhe të studioja, u përfshiva në një projekt që shkova jashtë, bëra një shkollë për menaxhim dhe mësim dhënie dhe pastaj u përfshiva përsëri në projekte shumë madhore të spitalit, të cilët sot me keqardhje them nuk janë më, nuk ekzistojnë, dhe që neve dham një kontribut të jashtëzakonshëm në spital pra në ndihmë të pacientëve, duke futur metoda të reja të menaxhimit, metoda të reja të mësimdhënies, të cilën dhe unë sot e vazhdoj. Dhe një ditë të bukur gjithmonë thoja atje në Francë kur isha thoja sa më pëlqen të hap dhe unë një shtëpi të moshuarish kështu, por krejt tjetër koncept atje. Atjera, po. Dhe krejt tjetër mendim unë kisha atëherë dhe pritshmëri të tjera. Dhe në kohën e Covidit, neve merreshim me Marion përsëri dhe iniciativa e Marios isha që unë hapa një qendër trajnimesh, tha ti ke një certifikat ndërkombëtare, tha ti për të trajnuar infermier apo jo? Perfeksion, po tha, pse mos ta bëjmë, hapëm një qendër shumë modeste që sot quhet një qendër fantastike, sepse ne punojmë shumë intensivisht, asnjë shtunë të diel nuk rim pushim, dhe shkonim në qytete, bënim trajnime me infermierët, satisfaksioni dhe kënaqësia ishte shumë e madhe. Shikonim dhe qytete pafund, vende të bukura plot që ka Shqipëria dhe një ditë të bukur neve në Covid ra u mbyllëm si aktivitet se s'duhet të shkonim më. Të mërzitur shumë, ky tha mori një vendim, Mario, dhe tha unë kam dalë të shikoj ndonjë shtëpi tha për me qera dhe mendoj që ta hapim azilin që ti e ke edhe në ëndër tha. Ti je infermiera, unë kam mbaruar hoteleri turizëm tha dhe do ta bëjmë bashkë. Jo, i thash unë shko Covid është të mërshme, pas e kërkon një investim, duhen goxha para, do ta hapim, më tha mua. Dhe gjetëm një shtëpi mbas 200 shtëpiave që kërkon. Po, që s'la gjë pa parë. Po, u duk kjo shtëpia që kemi sot shumë e përshtatshme, shumë e bukur, me një obor, me gjitha ato aksesorët që unë i kisha në mendjen time se për atë kisha studiuar. Dhe hapëm dhe të them të drejtën edhe poria shumë e tmerruar, se Covidi po, çfarë kishim mbledhur, i hodhëm të gjitha në këtë investim. Dhe poria me ankth tani çfarë do bëhej, do me thënë, do vinin, do trokisnin, dhe vërtet, kur filluan trokitjet e para, që erdhën pacientët e parë, por që shumë të smur, dhe që më thoshte Mario mua, mami tim ke thënë tha që këto do vinë, të moshuari do trokasin vetë, do regjistrohen për të kaluar moshën, i thashun nuk ndodh kjo në Shqipëri, sepse në Shqipëri thashun nuk kanë mundësi të moshuarit të paguajnë me këto pensione kaq të vogla dhe për politen deri në gjendjen e fundit derisa ta shtyn, domethënë pastaj kur ngelen fare dhe vinë. Dhe vërtet mua më vinë raste shumë të rënda nga spitalet, më vinë ne i themi post AVC, domethënë me goditje në tru, më vinë nga neurologjia, nga traumatologjia të rrëzuar, me demenca. Domethënë nuk para kemi raste që të vi dhe të trokasi vetë, siç unë për shembull do dal në pension siç e bën gjithë bota dhe troket në një qendër dhe thotë unë dua të regjistrojmë në qendrën tuaj dhe dua të kaloj pleqërinë këtu. Jo, këtu është ndryshe. Dhe këtu ishte ai zhgënjimi im i madh, të cilët thashun nuk qen ka kështu, ne duhet i përvishemi punës, na pret një punë shumë e vështirë, është një sfidë shumë e madhe, një përgjegjësi shumë e madhe, që ti të trajtosh persona shumë të sëmurë, me shumë probleme, kur vazhdimisht i them edhe Marios, Moro Mario, unë biles jo më shumë se dje, thash unë nuk e pas kam ditë që pas kam qenë infermiere. Mua kjo qendra më ka mësuar të mersi shumë nga përvoja, nga më të ndryshmet, të cilët jo gjithmonë neve kemi mundësinë të shikojmë në për spitale, sepse aty është një jetë 24 orë në 24. Dhe ti e shikon atë ndryshimin të vogël, qoftë në progres apo në regres, e shikon në minuta, e shikon me sekonda se si ata progresojnë apo bëhen mirë. Dhe sigurisht që ka dhe një kënaqësi shumë të madhe kur ne kemi shumë histori suksesi aty, të cilët kanë ardhur në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, do me thënë kanë dalë nga situata, kanë jetuar dhe shumë vite,
Dhe pastaj Zoti bën punën e vet, bën ato planifikimet e veta. Patjetër, nuk shojmë dot çdo havës, ndikojmë dot kudo, por ti e duke ndikuar disi për të lehtësuar, le të themi dhimbje. Kështu që e them edhe një herë, nuk bëhet fjalë për një azil klasik, siç the. Bëhet fjalë për një qendër rehabilitimi, për kujdesi shëndetësor. Megjithatë, mbetet, edhe pse nuk është pra një azil klasik, mbetet gjithmonë pyetja e stigmatizimit që kanë azilet. Paktën për shoqërinë tonë, dhe ti besoj je përballur me këtë. Fakti që edhe unë po flas personalisht për veten time, nuk paragjykoj azilin, por mendoj, ndoshta kështu jam edukuar, nuk mund të ndaj ende, nuk më ka ardhur ende ai momenti jetës time. Po do e kisha shumë të vështirë personalisht, po flas, që ta çoja mamin tim ose babin tim në një azil kur vetë mund të kem kohë siç jam tani, për t'i kujdesur. Si ka ndodhur me ty? Shumë shqiptarë kanë probleme ndaj këtë gjë. Besoj e quajnë njësoj si mua që po bëj, ky mami, babi, prindrit më kanë qenë me mua gjatë gjithë jetës, më kanë mbështetur tani në këtë kohë që këta kanë nevojë për mua, unë t'i lë aty. Dhe është ky moment që është i vështirë për ta marrë këtë vendim. Mirë, po pavarësisht kësaj, unë kam parë, edhe për shkak se do ishim bashkë në intervistë, u futa dhe bëra një kërkim që është gjithmonë më shumë në rritje numri i të moshuarve që edhe vetë ata zgjedhin tashmë, pra ka një lloj ndërgjegjje tjetër tek të moshuarit që vetë zgjedhin vetë që të shkojnë më mirë në azil, dhe nga çfarë lexova të paktën nga disa opinione, jo po kam shoqëri, ishte njëri nga argumentat, kam kujdes 24 orë në shtëpi, jam vetëm, se fëmijët për shembull i kam emigrant. Si ka qenë për ty përballja me këtë stereotip? Po, kjo ka qenë një pjesë shumë e vështirë dhe mua më han shumë kohë. Më han shumë kohë për shkak sepse më duhet shumë të tregoj me vepra, jo me fjalë, se çfarë ndodh aty. Dhe paragjykimet janë goxha abile. Një emision të fundit ishte një ndërhyrje pak e shëmtuar e njërës që fliste dhe thoshte, ju aty, çfarë i bëjmë, ne dhe thjesht kujdesemi për ata, është një shtëpi kaq e pastër që unë e kam zili, dhe kisha dhe në shpitime, thua nuk e bëj dot, po patjetër, por që ne na paragjykojnë në shumë gjëra, sepse është vetë situata e tillë tek të moshuarit që ata bëjnë komplikacione nga më të ndryshmet. Për shembull, një goditje e vockël e dorës atit mund t'i nxihet. Kush e vrau? Se mos e ka ngacmuar qerin, se mos ma ka ngacmuar kujdestarja. Këto nuk ndodhin, por mund t'jetë një pakujdesi dhe këtë nuk mund ta mohojmë dot. Unë thash kam shëtitur dhe në azile në shumë vende të botës dhe krenohem për këtë që po bëj. Dhe sigurisht që ndodhin për shkak të problemeve shëndetësore që ata kanë. Po jo që ne vetë i dëmtojmë. Dhe unë gjithmonë i them dhe kujdestareve, rini të qeta dhe mos u stresoni. E rëndësishme është që ju mos t'i lëndoni, ju mos t'i krijoni probleme. Por çfarë do të vi, dhe ne do kujdesemi për atë që po vjen. Do me thënë, dhe për këtë jam unë këtu, për të përshtatur protokollet, për të gjetur atë rrugën e mirë, për shkak që shpesh i bëjmë kompresa të shpejta me akull, por që këto kompresat nuk duhen të vëzhgjasin shumë sepse mund ta dëmtojnë. Bëhen çdo 10 minuta në seanca të ndërprera, pastaj nga kompresat e ftohta kaloj me kompresa të ngrohta për të hequr hematomat. Por këto i duhet një specialiste t'i zgjidhi, nuk mund t'i zgjidhi në shtëpi, sepse më kanë ardhur raste plot kur më ka thënë, po mua e kujdestarja mi mjekonte dekupituset me lum kafe, ose me domate me sheqer. Me thënë, vërtet këto janë absurde, por që neve gjejmë, do me thënë, madje unë po punoj me protokollet më të fundit dhe me produktet më të fundit të kujdesit që ndodhen ata që duan ta bëjnë, sepse jo të gjithë ne mund t'i përballojmë dot. Por mentaliteti vazhdon të jetë dhe mua më shqetëson shumë, dhe për këtë ne kemi raste suksesi për t'ja, si thua, mbyllur gojën dhe për t'i thënë nuk është kjo, po është kjo. Ne kishim një rast kur na erdhi nëna e një prokurori dhe
ai e solli me shumë kështu më dyshje dhe më shikonte shtrëmbër, edhe e bia po ashtu ç'a do bëni ju, pse si do e bëni ju, pse do ta bësh ti këtë. Pa besim fare. Ndërkohë që unë kisha shqetësim tjetër, ajo kishte 2 këmbë me plot nekroza që i kullonin gjak edhe qelb, dhe që mua më duhet tani ta mirë se po e mbaj dhe do ta mjekoj, si do shkoj, përgjithësia, por edhe po pikërisht unë kisha edhe problemin tjetër të infektimit, të kontaminimit edhe të tjerëve, të ruajtjes së rregullave të asepsisë, të kujdesit të kujdestarëve që do lanin duart. Me thënë, kur ai fliste me këto, unë mendoja 1 milion gjëra në kokën time që si do t'ja bëj. Por në momentin që thash neve do ta provojmë dhe thritëm një mjeke për të bërë një konsult, dhe ajo më tha që Moza, kjo është për t'ja puntuar këmbën, tha për t'i prerë këmbën, po. Edhe ja raportuam të birit dhe i tham që kështu, tha në asnjë mënyrë, tha. Mundoni të bëni çfarë të bëni, ishte 92 vjeç. Do të thënë që nuk e mbante as operacionin. Dhe të betohem, ne ja kemi mjekuar këmbët e saj gati 4 herë në ditë me ujë dhe me sapun, madje ju them të gjithëve liqni dorë nga këto produktet super të shtrenjta. Higjiena është kryesorja tek të moshuarit. Me ujë dhe me sapun dhe pastaj i desinfektonim me një desinfektant dhe ja mblidhnim me një garsë që zëvendësonte lëkurën, shumë e shtrenjtë. Mendove të një 10 cm kushtonte 1.000 lekë, që e donte gati 20 copë për t'i mbuluar këmbën nga gjuri dhe poshtë, dhe ishte shumë e kushtueshme, por që familjarët e morën përballuan, dhe që ajo pastaj ishte krejt normal, të cilët e shëruat. E shëruan, ka kaluar gati 6 muaj mjekim të këmbës. Dhe në fund fare pastaj i thash, Ami, po tani, dhe çuditërisht po e lidh prapë me paragjykimin. E di si më thoshte goca vet, Moza ti po bëje një punë të madhe. Unë isha dheqe, të kisha i nato urreja për vdekje. Se më more mamin. Përfundovi në duart e tua. Por, unë për vete, jo që si para gjykoj pse i sjellin, por po luftoj shumë dhe t'ju them, edhe të tjerëve, ti nuk do kesh mundësi Ana nesër, inshallah babi, mami, ty të trojnë 100 vjeç, dhe me këmbë me dorë, por ti nuk do kesh mundësi tani dhe të punosh edhe ti rish 24 orë aty. Do thuash do vë një kujdestare, po kërkoj nganjëherë kujdes shumë të profesionalizuar. Po, flasim për raste që janë raste ekstreme. Nuk po flasim për një pjatë gjem apo për një shtratë rregulluar, për jetën e zakonshme, apo për higjienën, sepse ato ti ja bën dhe e la aty. Po mund të rrëzohet, shpesh na vin të rrëzuar, dhe kur thon po nuk e dim pse u rrëzua. Po mund të jetë rrëzuar se mund të jetë trembur, mund të jetë rrëzuar se ka bërë një goditje në tru, mund të ketë humbur ekuilibri, por mund të ketë një luhatje tensioni, që ato janë me sekonda dhe ti mund të jesh aty edhe të ndodh përpara syve. Patjetër, po. Por aman kur je aty dhe ti jep ndihmën, ne si kujdestare, ne kemi minimizuar dhe kemi shpëtuar shumë jetë. Përpara 5 ditësh mua më bëri njëra jo konvulsion dhe kontraktime, po ne 3 veta nuk e mbanim dot. Dhe pastaj unë dyshova për epilepsi, dhe ashtu doli dhe i thash gocave lëre mos e ngacmoni, lere ta bëj punën e vet, vetëm e mbani me anash që mos të vilte dhe mos të mbytej. Dhe pastaj kur u qetësuat më u bë cianoz komplet, unë thash kjo iku, dhe kur erdhi urgjenca, që më erdhi dhe pa mjek, më erdhën vetëm një ekip infermierësh, i thash unë infermiere jam vetë, unë kërkova një ekip mjekësh, por nuk kemi ande këtej, dhe si pastaj vazhduam me konsultat online që ne kemi filluar tani, konsultova me mjekun, me një neurologu, konsultova me infeksionist, unë konsultova me një mjek internistë, dhe të gjithë dolëm një konkluzion që duhet i fillonim në mënyrë intensive një mjekim me antibiotikoterapia për uljen e temperaturës se i shkoi 42, dhe ajo sot gëzon një shëndet absolutisht sikur s'ka ndodhur asgjë. Me thënë, po ka kënaqësi më të madhe se kjo? Vazhdojnë, qëndrojnë në qendrën tuaj pasi shërohen këta të moshuar, jetojnë aty. Po çfarë bëjnë gjatë ditës? Për shembull, për rastet kur nuk kanë ose kur janë shëruar, pra pasi ka kaluar kjo, si kalon dita? Nuk bëjmë. Do me thënë, shiko, një ditë komplet është zgjimi, pak shpejt se ato zgjohen shpejt. Edhe ne i marrim me radhë sipas orarit të tyre, se ka disa që duan gjumin, janë gjumash. Dhe fillojmë dhe i zgjojmë, i lajmë, bëjmë tualetin e mëngjesit, i krejmë, i rregullojmë, disa biles kam njërin që do buskuqin, do manikyrin, po, dhe kur i them kujdestareve do t'ja bëjmë bileset e të tjerëve, disa na paragjykojmë pse talleni ju që i bëni me manikyr. Po ka qef, ka dëshirë.
ka lloj situatash që ne mundohemi të përshtatemi. Dhe ulemi pastaj që të ham të gjithë mëngjesin, dhe ai mëngjesi në kolektiv të shton oreksin, të shton garën, ne lozim me gotat me ngjyrat, ku gotat janë të ngjyrave të ndryshme, pjatat të ngjyrave të ndryshme, dhe pse ai e ka të kuqe, unë e kam të verdhë, dhe ikën mëngjesi pa kuptuar, pastaj i jepet kafja, sigurisht jo të gjithë han vet, por një pjesë e mirë i ushqejnë kujdestaret. Dhe nëse dikush nuk kanë, më i them lëre, jepja një tjetre, filloje prapë, domethënë me disa seance, dhe unë i them unë dua ushqimin të mbaruar dhe të verifikuar pse nuk hëngri. Se gjithë problemi është pse, mund të ketë një gojë të infektuar, mund të ketë një protezë e vret, pra nuk duhet të themi hëngri nuk hëngri, po pse nuk hëngri. Dhe nëse kalon dhe mëngjesi, pihet dhe kafja, jepin ilaçet e mëngjesit, pastaj fillojmë nga aktivitetet nga më të ndryshmet. Me biseda të lira, lojra, diktim, matematik, për të mbajtur trurin në aktivitet. Unë pas kam haruar ta marr, por një demens, një burr që ka mbi 5 vjet tek neve, ai nuk I njeh fëmijët kur vin fare, është krejt I përhumbur, dhe kur mori letrën të shkruante me një bukur shkrim të jashtëzakonshëm, asnjë gabim ortografik, se unë letërsinë e zotroj shumë mirë, dhe kishte bërë një letër vajzës vet, se dhe ajo për koincidencë ka emrin Moza, kishte bërë një letër që unë kam qarë kur e kam lexuar atë letrën. I tregonte çfarë ndodhte në qendrën tonë. Mos u bëj merak, ushqimi është shumë I mirë, këto gratë janë shumë të mira, drejtoresha është shumë mirë. Se drejtoresha më thon, dhe unë ligjit ditën me atabile, s'fledhe në prerin e atyre nga njëherë, drejtoresha është shumë e mirë, të rish pa merak, dhe kur ne pas e erdhja dhe I tha babi më ke shkruar një letër, nuk e mbante nuk e mbaj mend. Aty unë jam emocionuar shumë dhe thash, nuk e di ç'a ndodh te këta, Ana. Ç'a ndodh? Po pjesa Moza, këto janë pjesët e bukura, shëndeti janë pjesët traumatike të dhimbshme, po pjesa e botës së tyre emocionale, fakti që janë larguar nga fëmijët, pra jo rastet me demencë. Çfarë ndodh? Kryesisht fëmijë që I kanë jashtë, po edhe fëmijë që janë këtu dhe është shumë e vërtetë kjo, Ana. Si përballohet, si plotësohet kjo boshllëk emocional. Se kam shumë për të folur për këtë. Shiko, ato përjetojnë emocione në mënyra krejt ndryshe nga një njeri normal. Domethënë flas për demencë. Kërkojnë, manifestojnë emocionet në mënyra nga më të ndryshmet. Nga më të ndryshmet. Kisha njërën që erdhi dhe e shavi djalin, e shavi keq. Madje dhe Malkovit, ati që më lë mua këtu e qarsita, më vjen keq që I them këto gjëra, por këto ndodhin dhe unë I thash mos u mërzit, sepse kjo nuk e thot me zemër, por nuk po kupton se ku është. Por ti riqet, dhe kjo ishte shumë agresive. Ishte me demencë. Ishte me demencë, shumë agresive, dhe nuk e njifte djalin. Vetëm domethënë I krijoi një ide që po vinte një person I tij. Dhe ne filluam pastaj duke ndonjur në kolektiv, duke muhabet me njërin, muhabet me tjetrin, kjo filloi të harohej. Dhe filloi të bënte mirë dhe sa vajza vet thoshte më Moza çfarë I ke bër? Sepse mami është ndihet shumë mirë. I thash ndihet mirë, por në momentin që unë bëj dhe eksperimentoj pak gjëra jo të frikshme, për shembull Elia në fund fare, dhe Elia pak vetëm çfarë do bënte, ajo kthehej më njëherë në origjinë. Pra nuk duan të rinë vetëm, duan shoqërinë e tyre. Është plaga më e madhe. Po. Për moshën jo vetëm për atë moshë, po edhe të rinë që rinë vetëm sot ndikon shumë vetmia. Domethënë është konsideruar si një sëmundje. Sëmundja e shekullit. Jo, nuk quhet sëmundje, ajo është një proces plaki. Në kuptimin, jo, nuk po flas për moshën e thyer, por një sëmundje artificiale e sjell nga jashtë vetmia e njeriut, pra qoftë tek adoleshentët, edhe deri tek të gjithë ne. Si manifestohet në këtë moshë, është fundi I jetës. Unë personalisht mendoj që përveç fëmijërisë, që është fillimi, mosha e thyer, mosha e fundit është momenti më I rëndësishëm për jetën, është mbyllja e të gjitha që ndodhi. Por që ai vetë nuk e kupton, jo të gjithët, se kemi edhe persona me koshiencë të plotë që kuptojnë. Shiko, ata manifestojnë emocione nga më të ndryshmet, me të qara, me të qeshura, me të bërtitura. Dhe unë I them mos u mërzisni. Kjo ka një nevojë për të shprehur. Po nuk ti ta shprehi. Prandaj dhe kujdestarëve I them nëse ato do kenë probleme me të tilla gjëra, domethënë që do bërtasin, s'ka gjë. Ato kërkojnë, janë duke kërkuar një gjë. Për shembull,
kishim njërën që thoshte mua mos guxo të më çosh në banjo, se shkoj vet. Mirë, po të shkonte në banjo, ajo nuk dinte të lajë, të pastrohej. Dhe neve I rinim pas derës edhe ruanim se mos rrëzohej dhe fillonim gjërat të vockla pak nga pak, do me sepse ajo përjetonte një emocion shumë të madh, një turp të thuash që ua, do më laj mua kjo. Po, që është një nga gjërat në fakt. Po, një gjërat nga më normale që ndodhin tek ne. Sigurisht që kanë dhe emocione të bukura, që qeshin dhe themin e sot moza që ka me humor të mirë, sepse është ngritur dhe qesh, kanë me mimikën e tyre tregojnë që po vuajnë, kanë një problem. Por ajo që unë dua të theksoj më shumë, ato kërkesat nuk I kanë me zë, ato kërkesat I kanë me gjeste. Në me thënë, mundohen të kapin diçka dhe nuk din ta kërkojnë, dhe ne duhet me intuitën tonë duhet kuptojmë që po kërkon ujin, kërkon të shkojnë në tualet, I haj diçka, do të merret me diçka dhe sigurisht sa më shumë gjëra ti lësh në përduar, jo të rrezikshme, për ata është një ushtrim jashtëzakonisht I mirë. Po ata që nuk kanë probleme të shëndetit mendor, edhe që janë aty po I merr malli për shokët, për fëmijët, si kalohet kjo pjesë? Po ne bëjmë takime të shumta, I ftojmë, bëjmë dhe drekojnë aty. Kishim njërin që kishte shumë shok. Dhe tha, unë nuk ndajem dot nga shokët. Po shokët do vinë këtu, I thash, dhe do hanë me ty, do shkojnë në kafe me ty. Vinin vërtet? Vinin dhe unë çfarë do që të kishim bërë, siç kishte dhe menyja për ata, me thënë dhe I thonin, po ti do rish për drek sot. Jo, se rëndoj, do me thënë, jo, do rish për drek. Dhe do me thënë, knaqeshin kur hani dhe vindaj, faleminderit që më mbajte shokun për drek. Ose dhe vetë fëmijët I mbajmë shpesh dhe I them, po ri, çfarë kemi, do me thënë, sikur dhe fasulet kemi bërë, vetë gjesti që po han me atë, edhe ti e shikon, edhe e shijon, çfarë han mamaja këtu tek mua, që, por kur kalon shumë kohë ana, jo vetëm para gjykime që s'kemi, dhe s'më ka ndodhur kur, unë po e kalova muajin e parë, mbaruan hallet them. Po, përpara besoj unë, pa e patur fare përvojën, thjesht me arsyetimin tim, mendoj që pjesa më e vështirë është pjesa momenti I parë, momenti I shkëputjes, sepse ajo zonjë apo zotëri del nga shtëpia dhe vjen aty në një ambient që është komplet I panjohur, komplet I ri dhe nuk e di, nuk e ka iden që pret, nuk e di këtë do takoj. Ky momenti I shkëputjes. Shumë I vështirë. Si është? Është shumë I vështirë edhe për ata që s'kuptojnë, është shumë I vështirë sepse ata kanë çelsin, kuletën, shtëpinë, aty kanë gjithë lidhjet, gjithë historitë e tyre, kujtimet e tyre, kanë rritur fëmijët e tyre dhe sado që ti mendon që ai është demenc, por ai ose ajo mos kujtoni që nuk di që ka dhe fëmijë, po nuk I kujton kush janë. Po fëmijët e dinë që ka një shtëpi. Për shkak kjo demenca që them unë pak agresive tani është mirë, ajo vjen një orë natës dhe thotë ikin në shtëpi thotë se ma vjedhin. Me thënë, ndërsa aty pastaj fillojnë dhe merren me dollapin e tyre, me rrobat e tyre, I heqin, I verifikojnë, I kanë, si kanë, I palosin, I shpalosin, I vën prap në vend. Pra gjithë pasuria e tyre kthehet në atë, por unë I them dhe familjarëve që mua I parë do jetë shumë I vështirë për zonjën apo për zotrin, edhe për familjarët, do jetë për juve, po dhe për mua, sepse edhe unë kam një person që duhet I mësoj, si të thuash ato zakonet, rritet, një atmosferë të rejete, problemet që kanë, çfarë duron, çfarë nuk duron, si e do komunikimin, se disa duan dhe komunikim autoritarë, se për shembull dikush që mund të tentoj dhe I duket nga një herë dritarja I duket si derë dhe ti ke frikë se mos mundot gjë, po mos hidhet, mos rrshjet nga shkallët dhe ne vazhdimisht kur vrapojmë dhe ju them dhe kujdestarëve ju lutem, jo me tonin urdhërues, jo mos ik, mos shko, mos hec, mos ha, mos pi. Hajde ta bëjmë bashkë kështu, do kthehemi këtu, do me thënë sepse ajo miqësia, do me thënë toni miqësor, ata I qetëson jashtëzakonisht shumë. Dhe I them dhe nga njerë, biles edhe kur jam shumë e mërzitur, nuk dua të mi doni, nuk dua të keni shumë dashuri, vetëm keni respekt për këta dhe investoni tek ky respekt, sepse ju do jeni dhe vetë ju shumë të qeta me këta. Nëse ju do t'i flisni keq, ato do agitohen dhe ju do mërziteni. Në jetë duke u rritur njeriu e duke kaluar shumë përvoja, pavarësisht është aty në azil apo në qendër shëndetësore, po edhe mos jetë fare, respekti mbetet ai që në fund të ditës të gjithë kërkojnë pasi kuptojnë se gjërat e tjera mbeten si përfaqësore. Respekti mbi të gjitha dhe në familje. Edhe në familje. Me thënë dashuria vjen nga respekti, nuk vjen. Patjetër, buron, është burimi I saj. Mbetet
jo për të gjykuar apo për të rënë në këtë klishen që jemi mësuar gjithmonë themi ne shqiptarët, se shoqëria mua s'më pëlqen kjo klishe, por një të vërtet ka që në mënyrën e komunikimit jemi agresiv dhe kemi një si ose ndoshta është opinioni im, pranoj të jetë i gabuar, nëse e kam gabim. Jam e hapur për të ndryshuar opinion. Por kjo inteligjenca emocionale, e cila sot është temë diskutimi për brezin e ri, për shembull, për timbire adoleshent, ata kanë shumë të tepër inteligjencë emocionale, të kupton, të lexon, edhe pse ti nuk shprehesh, ai e kupton. Gjendjen tënde për shembull, por edhe ta bën të ditur në mënyrë shumë elegante se si ai po ndjehet nga një gest. Ndërsa në brezin tim e sipër, kjo ka qenë gjithmonë pra edhe tek prindrit tanë, në mënyrën si jemi edukuar, edhe tek ta të moshuar që ti ke në kujdes, ka qenë pak më e parëndësishme, e quaj unë nga këndvështrimi im. Por vjen dita në këto kushte kaq të vështira, kur bëhet fjalë për jetën, kur bëhet fjalë për vetmin, për boshllëkun emocional dhe fizik që ndjen njeriu, që pikërisht ajo inteligjenca emocionale të bën të kalosh më lehtë këto vite të fundit. Dhe më duket sikur ti gjatë gjithë kohës kur flet për kujdestarët, sikur flet për këtë temë. Pikërisht. Po. Shiko, jo vetëm tek mua, por në të gjithë botën, thash unë kam shëtitur dhe i kam bërë dhe në teori se për këtë kam studiuar, nuk kanë kohë. Edhe në spitalin, njerëzit nuk kanë kohë të komunikojnë. Por komunikimi është, mua them, gjëja më e rëndësishme. Madje dje isha në një trajnim dhe i thash, shikoj, neve prodhojmë kujdes. Nuk prodhojmë qumësht, nuk prodhojmë aeroplan, nuk prodhojmë, po di unë. Ky është produkti jon është kujdes. Dhe kujdesjet tona janë kujdesjet bazë, kujdesjet teknike, pra më të specializuara dhe kujdesjet e komunikimit. Emocional, po me një komunikim ti mund ta shërosh, por dhe mund t'i shkaktosh një humbje fatale. Fjala vret, më shumë se plumbi. Po fjala vret, por ne kemi në anën proceduriale. Ti nuk i tregove diçka, ai nuk e bëri, humbi jetën. Pra, nuk duhet ta lëmë komunikimin. Jo e rëndësishme, por unë kam studiuar shumë atje në Francë për komunikimin, sa edhe temën e diplomës e kam mbrojtur për komunikimin me pacientët, dhe ato i quajnë një detyrim absolut dhe ka një strukturë të jashtëzakonshme për komunikimin. Dhe këtu unë duhet të vija tani të bëja të implementoja një projekt të madh në gjithë spitalin e QSUT-s dhe në të gjithë Shqipërinë se si neve të edukonim pacientët, sepse të edukosh një pacient apo familjarin në mungesë të tij, pra kur ai nuk është i mundur, ti i ke bërë treçerekun e punës, ti i ke ulur koston, ti i ke ulur shpenzimet, ke ulur ditë qëndrimin në spital. Pra nuk i ketë gjithë të vrapojnë në spital pa i di vetë ta menaxhoj sëmundjen e tij. Dhe sinqerisht, 25 vjet që kam mbaruar shkollën, unë nuk kam arritur dot kurrë të bëj 25 fjalë për këtë projekt në spital. Dhe për këtë kam një lloj revolte që dua domethënë sot i kritikoj të gjithë këtë institucion kaq të madh të shëndetësisë që si nuk merren me komunikimin, si nuk merren me edukimin. Dhe ne kemi raste edhe të rënda në spital ku pacienti ose familjari i pacientit godet një rast shumë konkret. Vjen një i smur nga tropoja, kishte trakeostomi. Dhe që ai është operuar në fytë dhe vendoset një aparat për frymarrje. Dhe që ajo duhet pastruar dhe për këtë duhet të edukohet pacienti. Domethënë duhet ta mësosh familjarin si t'ja pastroj një herë në ditë, 2 herë në ditë, kur bllokohet, sepse mendoti tani ti ke shumë dot e zëna dhe ti s'merr dot frym, do detyrohesh të marrësh me gojë. Por ai aty e ka burimin e frymarrjes, nuk ka burim tjetër pas një operacioni. Dhe ai ka ardhur cianoz i zister sepse nuk ishte bër ky pastrimi i aparatit. Dhe kishte bër 6 orë rrugë me makinë dhe në moment ju hoqja u pastrua dhe pacienti u qetësua. Dhe pse erdhi kjo që thash unë mund të shkoj edhe në një humbje fatale. Ai dhe mund të kishte vdekur. Në qoftë se po pse nuk u bë ky edukimi? Pse nuk u informuan familjarët? Pse nuk ja tregoj? Se edukimi nuk është thjesht që ti merr edhe mëso dikë si ta bëj, por ta verifikosh dhe unë në mënyrë figurative e them edukimi është pacienti nxënësi, unë jam mësuesi. Pra unë e mësoj dhe e vlerësoj dhe i them edhe një herë këtë nuk e kemi bërë mirë, ose kemi të smurët që përdorin shumë pompën e azmës, e shkrepin kot kuturu.
Me thënë gjithë ilaçi i ikën ajër sepse nuk është i edukuar, nuk është i mësuar, nuk e kanë verifikuar se si duhet ta bëj. Prandaj dhe unë e dënoj këtë lloj sistemi që nuk merret me komunikimin nga koha kur jo për të bërë kritik dhe detyrimisht opozit, po për të thënë atë që është që nga koha kur ti ke qenë dhe ke ikur, e deri më sot. Është më mirë apo është më keq? Si e ke lënë? Unë pra dëgjoj, një arsye kur mua Mario më thoshte, hajde ta hapim, këtë ishte pikërisht kjo sepse unë fillova të ndjesha jashtëzakonisht e lodhur me këto në shtet dhe thash unë tani dhe madje isha në një pozicion goxha të lartë që e mora më tepër për si sfidë, për treguar që ju më keni ignoruar, po unë dita bëj këtë dhe dita bëj shumë mirë dhe bëra gati revolucion në 2 pika të rëndësishme në higjienën e spitalit dhe në edukimin e infermierëve. Dhe kur unë kam hapur këtë një nga arsyet ishte vetëm të hiqja nga shteti. E doja ta bëja vetë. Dhe këtu kanë probleme të tjera, por të paktën ne gjejmë zgjidhje. E ngrej zëri nga njëherë më lanë pa drita dhe pa ujë dhe me ndoti tani në mes të verës, të rishme, të smur me diare, me bebelina dhe unë mos kisha ujë të laja duart dhe jo problem, po kam ngritur zërin në qelë dhe ma zgjidhen, nuk është se s'ma zgjidhen, por problemi është që unë vlerësoj shumë, thash dhe njerë këtë komunikimin në çdo profesion, por me pacientin është ilaç. Patjetër, është fjala shëron ose vret. Për të rikthyer sërish tek ajo pjesa me të cilën e nisëm këtë bisedë, edhe që mua më prek, po besoj se edhe çdo njeri e prek që është momenti i fundit i ndarjes nga jeta. Le të themi që në këtë qendër shëndetësore ndodh kjo gjë. Patjetër. Dhe ndodh shpesh, sepse mbaron jeta. Si është për ty që përballesh? E di që është një pyetje horror, do thoshte dikush, ç'na duhen këto detaje, po unë dua ta di. Jo, por këtë është bota bën shumë studime. Po, unë dua ta di se ndodh, sepse është e vetmja gjë e sigurt që kemi në jetë. Po, së pari njerë si është për ty, si është kur lajmëron njerëzit, është një pyetje shumë e bukur që unë kam arritur në një konkluzion pak mistik. Dhe gjithmonë çuditem, por që nuk kam frikë. E ke mundur frikën e vdekjes? Po, nuk kam frikë. Të ka ndihmuar kjo gjë. Po, patjetër. Më është një gjë që do vi patjetër, ardh pa dhimbje dhe pa halle, pa siklete, pa plag, siç kisha një tani që sapo humba një me 12 plag të thella në trup që unë ria 3 orë duke ja mjekuar asaj. Dhe humbi jetën si ishte me probleme të rënda shëndetësore për që i kishte bërë në një vend tjetër ato plagët, nëse. Por së pari njerë unë i them kujdestareve nuk dua të qara në sy, se ata preken, jo, kujdestare. Kujdestaret mund të qajnë? Patjetër. Preken, se shiko, është njerëzore, patjetër. Krijon një lidhje. Krijon patjetër një lidhje. Le të thonë çfarë të duan kujdestaret janë pa shpirt, jo nuk janë pa shpirt. Por mua janë heroina dhe unë i du fort, dhe sa herë që unë i përtas unë mërzitem shumë dhe kam bërë një qosh aty ke balkoni dhe sot kam qartë shumë dhe shkoj dhe qaj aty dhe shfryj dhe them pastaj, po unë e mërzita atë. Tani kjo mos më ndikon tek pacientët. Me thënë gjithmonë. Se bëhet zinxhir procesi, patjetër. Se edhe këtu futet komunikim. Patjetër. Mirë, po nganjëherë ty është një gjë kaq urgjente sa ti nuk ke kohë të menaxhosh veten emocionet. Iku pastaj iku rishqiti dhe mori fund ose u mbyt. Por e kisha te kjo që së pari i them njerë ju lutem lot nuk dua. Dhe ju tregoj gjithmonë që në Francë kanë bërë një modul, një trajnim shumë të fortë si të jemi hipokrit në këtë rast. Që unë e paraqikova dhe thash më po, s'ka marrë deri në Francë të jemi hipokrite. Mirë, francezët e kanë çuar hipokrizin nivelet më të larta të botës. Jo, hipokrite, do të thënë që ti përpara një pacienti duhet të qash, duhet të jesh i qeshur, duhet të qeshin syt, sikur ai do të thënë po bëhet transmetosh siguri. Por e para është kjo, e dyta të ruajnë qetësinë në momentin që ndodh. I them pastaj edhe nëse zgëlltitet më, ju lutem mos mi lini pa ujë, është një sevap shumë i madh për një pacient që po ikën, sepse si të thuash, i njihen dhe i shkojnë dhe lutjet e atij vet, sepse tani dua të dalë ke problemi mistik. Unë kam dëgjuar dhe kam parë gjëra të çuditshme. Në momentet e fundit të jetës. Me persona si kur e kanë aty përpara. Dhe i marr me njërë familjarët i them, çfarë e keni këtë? E shokja që ka vdekur, ose i biri që i ka ndruar jetën, apo një shoku i ngushtë, dhe ata lën amanete të forta, ata lën, do me thënë, çfarë të them unë? Unë them që ata bisedojnë, dhe bisedojnë goxha gjatë, në momentin dhe ne këtu kuptojmë që
po filloi kjo fazë, me të jemi vërtet në fund. Kur shfaqen pra persona të cilët kanë humbur jetën. Nga njëri ikin duke qeshur, nga njerë do me thënë vetëm shikojnë në një pikë edhe flasin kështu me sy, me thënë janë shumë gjëra mistike që ndodhin, por ajo që mua më bën më shumë përshtypje dhe fuqia që kanë në ato momente. Kanë fuqi, merr njeriu fuqi në atë moment. Merr fuqi edhe për politet dhe ty thua ku e qeti këtë fuqinë. Jo të gjithë. Po. Absolutisht janë raste shumë të ralla, por unë i them dhe gocave, mos keni frikë. Mos keni fare frikë. Edhe ju punoni me zemër të madhe, sepse është procesi i jetës, në këtë jetë. Po. Të gjithë kemi nga një njeri të smur në shtëpi. Të gjithë kemi vajzën, burin, gocën, çunin, çarkan. Dhe kështu që Zoti i themun ju shpërblen juve edhe tek fëmijët tuaj, tek njerëzit tuaj, nëse ju e bëni një punë me zemër. Nuk është faji jon që ne nuk arritëm dot t'i mbajmë jetën. Jo, ajo gjë është e shkruar. Faji jon do ishte nëse ti e lë pa ujë, e lë të lagur, e lë pa ndruar. Prandaj këto janë gjunahe dhe mëkate të mëdha. Prandaj bëni kujdes, i them, edhe në fakt këtë lloj metode ndjekin dhe bota jashtë. Me kujdestare. Po, më the se më ngacmove, që ka disa që ikin të gëzuar dhe ka disa që ikin duke qarë. Pra, njeriu pavarësisht ka njerëz që arrin në fund të jetës ta pranojnë dhe ta lëshojnë, sikur ta lëshojnë jetën dhe të ikin në paqe. Po patjetër. Po. Shiko, mamaja ime them që ka ikur shumë e gëzuar se mua më ka vdekur 3 vëllezër. Dhe mendoti tani që ajo mezi priste t'i takonte fëmijët e saj dhe ajo i kishte për rreth. Aty që fliste me ta. Në momentet e fundit. Kështu që ka persona pastaj që janë të lodhur, shumë të smur, thonë, biles ky fundit, ne sa humbëm një dje dhe tha kujdestare moza, ky nuk pranon as buzët t'ia lag, i mbyll fort që u mos t'ia lag, sepse ai thashun është s'do të jetoj dhe ka plot që mua ishte 90. Nuk do më të jetoj, por ti mundohu t'ia lagësh, i thashun sepse është mirë, mos tiki domethënë palar. Por nga ana tjetër kemi dhe rastet kur ikin duke qarë dhe me ullërima, kanë frikë nga ikja. Pastaj kjo mbetet, pastaj këto shkenca okulte le t'i gjej, nuk i gjej dot. Po janë interesante. Siç kam një gjë që ndodh aty, një gjë shumë mistike. Çfarë më lë mua si shije, teksa të dëgjoj që rrëfehesh, edhe mua më ka ndodhur me gjyshen time, me një nga 2 gjyshet e mia, e cila ka humbur jetën kur unë isha e madhe në mosh, pikërisht kjo që tregove, që bisedonte me disa të afërm të saj që kishin humbur jetën më herët. Është mund të jetë nuk do i hyj shkencës eksakte, sepse ka shpjegime, jo po në ato minuta truri ka shpjegime dhe shkencore, por unë dua të merrem me këtë anën më shpirtërore. Është sikur po më tregonte mua që isha mbesa e saj dhe isha aty, që do vazhdoj, do jem diku. Prap. Unë kështu kam dashur unë ta përjetoj kështu për të mos vuajtur mungesën e saj, dhimbjen e humbjes, por bisedat e saj në fund të jetës me njerëzit e saj të afërm, të dikurshëm, mbeta edhe pash dhe thash, okay, do iki diku tjetër, pra nuk mbaron jeta. Jo. Këtu. Unë jam shumë e përgatitur tani për këto gjëra, unë nuk duroj dot dhimbjen ke tjetri. Dhe për veten time them, inshallah më pën Zoti mbar të iki kollaj, por them që do ma bëj se s'bën sepse kam investuar për këtë ditë. Mbetet momenti më i vështirë i jetës, më emocional i jetës, më i vështirë, më kritiku i jetës, edhe një pyetje të fundit, mos apares të ta mbyllim. Është e vërtet ajo që thonë që të moshuarit bëhen si fëmijë? Kështu e thonë, por unë nuk kam qef t'i quaj si fëmijë, unë i kam vënë një epitet tjetër, ata janë një aset. Një aset, vërtet një aset. Janë një aset që ne humbëm para 3 ditësh një 97 vjeç, që erdhi pacienti i pari imi, dhe që ai ka ardhur për pak ditë, sepse mjekët nuk i kishin dhënë shpresë dhe jetovi goxha gjatë. Tani dhe Zoti bëri punën e vet, po dhe ne kujdesin e kishim maksimal. Dhe ai, do me thënë, ishim ke pjesa që se si bëhen aset, ai kur na tregonte në tavolinë historitën dhe nga Bulqiza dhe Minator, ne rinim të gjithë kështu me gojë hap duke dëgjuar. Me thënë, ose ky tjetri që shkruante ishte dikur ushtarak. Me thënë,
dhe të dëgjosh ti historitë në varësi të profesionit të tyre, ti dëgjon kuriozitete, s'ke nevojë të hapësh libër. Janë libra, jeta e tyre është libra. Unë them që ata libra në një jetë. Duhet një kujdes i jashtëzakonshëm. Unë falenderoj shumë që ti more kohën erdhe, edhe na tregove, na rrëfeve gjithë këtë histori dhe na rrëfeve dhe gjithë këtë mundësi hapësire për gjithë ata që do të kenë nevojë, do të dinë edhe ku të gjejnë edhe të kontaktojnë, edhe të uroj me gjithë zemër vetëm mbarësi bashkë me Marion. Faleminderit shumë. Mund të them dhe një gjë që mua miku komplet mërzitje. Ushërove totalisht. Shiko, është një kontribut shumë i madh ku ti tregosh një personi në hall, ta them dhe këtë të fundit. Po, patjetër. Që ai më tha mua, i thashun, po kishte mama në gjendjen e fundit dhe më thot mua, më duhet të presi lirin për burin e vet, më duhet ta presta se nuk ngrej dot mamin. Pse se ngrej dot mamin, ti i thashun? Edhe thash, më sill një peshqir të madh të trash dhe ja vum poshtë tek pjesa e viteve. Ti ande unë këtë i thash, shiko sa leta dhe e rëshqitëm. Wow, moza, tha kjo që ka kërë e vepër. Ose dili këtu nga e koka dhe kape nga dy anët, shiko sa letë, vetëm një person e bën. Prandaj njerëzit ka nevojë të mësojnë dhe unë do kisha shumë dëshirë të kontribuoja edhe në këtë pjesën që ti orientoj personat në shtëpi. Më duhet një podcast që ti orientoj edhe se si të kujdesen, si mos të trëmben kur ndodhin shumë gjëra, sepse unë po e bëj vërtet libër, po sinqerisht mua kjo qendër po e bëj libër. Më ka bërë që kjo qendër të më mësoj gjëra të jashtëzakonshme për jetën. Unë uroj që ti ta bësh vërtet këtë podcast. Në fund. Edhe librin patjetër. Librin në fund e kam. Je në fund edhe uroj, po i di që do kemi të gjithë nevojë që ta lexojmë, mos në një ditë në një tjetër. Si të kujdesemi me zemër, kështu e kam titulluar. Sa bukur. Por që është edhe artistik. Por që është edhe me protokollet e kujdesit. Kështu që do vim përsëri këtu në këtë studio, do flasim për librin. Një të moshuarit ka protokollin e vet, ka teknikën e vet, ka mënyrën e vet. Nuk është kaq e lehtë sa duket. Nuk është e lehtë, jo, absolutisht. Kështu nuk e vlerësojmë fare këtë punë. Por kjo është një punë që kërkon një shkollë, kërkon një angazhim serioz, kërkon një edukim. Po, do të jemi bashkë atëherë përsëri, kështu që do të mbetet, jo sinqerisht, momentin që do të botohet libri, do flasim për librin sepse besoj ka shumë interes për të ndihmuar gjithmonë njerëz. Të falenderoj me gjithë zemër. Nuk kënaqesh shumë pafund. Edhe mua më kënaqe shumë, më ke treguar, më pasurove. Patjetër, kemi shumë s'keni parë gjë akoma. Do takojmë sërish, pra kështu e lum të hapur, nuk e mbyllim këtu këtë bisedë me Mozën, me Marion, djalin e saj që bëri të mundur nëpërmjet mendjes së tij, ideve të tij, realizimin e këtij projekti. Ju falenderoj gjithë që na ndoqët, do takojmë sërish të hënën tjetër. Mirupafshim.